Kosova gjithmonë ka pasur muzikë interesante, a na thua pak. Ashtu është duke. Në fakt, Kosova ka një histori të konsiderueshme të muzikës bashkëkohore, por edhe të spektakleve muzikore. Kur e kthejmë kokën prapa, shohim emra dhe organizime të ndryshme që na kanë bërë kjo që jemi sot. Personalitete si Nexhmije Pagarusha, Muharrem Qena, grupe si Gjurmët dhe Minatori, spektakle televizive si që ishin programet e vitit të ri të prodhuara nga Radio Televizioni Prishtinës dhe shumë festivale tjera muzikore. Por, një rëndësi të posaçme në krejt këtë mes, kishin akordet e Kosovës. Qysh nga fillimi viteve të 60-ta e deri në fund të viteve të 80-ta, pra një qerek shekulli duke, akordet e Kosovës ishin evenimenti muzikor më prestigjaz në Kosovë. Ky ishte një festival garues i organizuar në 3 net të ndara sipas zhanrit. Muzikë popullore, muzikë si quhej atëherë zbavitëse dhe muzikë për fëmijë. Ndërsa ju tham se okarinën e artë, trofeun që ndante ky festival, ne këtë vit e rikthejmë si çmim për arritje jetësore. Ju ftojmë në vazhdim ta ndjekim një përmbledhje të shkurtër nga disa edicione të akordeve të Kosovës. Faleminderit Rina. Më pëlqen muzika dhe prandaj vazhdimisht i përcjelli akordet. Si vjet kanë dëshirë që në akordet të fitoj Zana dhe Broshi. Mirë. A e donë të voglushe muzika? Po. Të bashkruara Ka ju mbetet As që të mos shpresoj E sa më shpejt Dhe kur mos u largon Mos u largon Tani ju mbetet Momenti I paharruar për gjithmonë Kam të dans Ruaj pëndan Bashku me djelmoshat janë duke valzuar Disa në provime, tjerët në studime Nesër kam përshkruar Ti cakroj me gotat Këngale pjehon Hajde kësu ashoqe Për lumëturin ton Shina tjera sot po vjen Era të tjera Drami e dytë e festivalit akordet muzikore të vitit 1969 në muar fund. Të shohim se si kanë vetë të kënaqur shikuesit në sallë. Bile ju lutem. Se si kanë pëlqyer melodit? Mirë, shumë na kanë pëlqyer. Cila melodi ju ka dhënë sidomos? Mas shumë ti na ka pëlqyer melodia cilën e këndoi Liliana Çavolli. Eja pash rinin tënde. Ju faleminderit. Ja këtu takuam edhe interpretuesin e 2 melodive sonte popullore, Liliana Çavollin. Liliana, çka kishit ju më na thënë për programin e sontëm? Unë gjithashtu mendoj se akordet e CVM janë mjaft të mira. Ka disa këngë të cilat dallohen si mbas kvalitetit, po të tjerat gjithashtu munden gjithë me andi me ndëgju. Sa I përket këngëtarëve gjithashtu jam mendimi që kanë qenë të mirë, si debitantët ashtu këngëtarët më tjetër.
Disa spektatorë dhe ndëgjues në anketë me kolegun tim Mitalip Qoqën kanë dhënë mendimin se nuk janë të kënaqur me programin e sonte të muzikës popullore, pra pjesës së dytë të akordeve. Çka mendon ti, Shank? Edhe unë pajtohem me ta. Dëshurita falë ty për të parën herë, ëndra që mi faleve, mi shtuke për herë. Shikues nderuar, ju në sallë keni programin me vete, dëgjuesit në radio do ta kenë udhëheqësin e vet, ndërkaq shikuesit me siguri me telefon do të njihen me autorët e këngëve të cilat radhazi i zgjodhen më short për të ekzekutuar në këtë mbrëmje finale të festivalit. Ndaj ju urojmë mbrëmje të këndshme. Ja, edhe Nejmi Pagarusha, është që Nejmi si keni me të kënaqur prej natës tretë të festivalit, mendoj prej melodive zbavitse. Unë kam përcjell që të trinetët, kësaj here nuk mora pjesë, kom dash të shlodhem pak. Mirë po, jam lodhë ma shumë. Durt po më dhamin të durt raket, se më të vërtet më ka pëlqyer. Jo vetëm djalim që do të më kaloj mu, po me siguri djemt ton, edhe fëmijët tanë përgjithësi do të na kalojnë gjithëve neve. Ka mbetur në fund edhe një shpërblim të cilin spektator të vegjël edhe atë ju vetë me duart trukitit. Regjia jon i mati me kronometër këto duart trukitje dhe sipas gjasisë së tyre ndau kompozimin që ju e pëlqyet më së shumti. Këtij kompozimi i takoi shpërblimi Okarina e Art, kopje kjo një instrumenti të vjetër i lirë të gjetur në trollin e Kosovës, të cilin e punoi sipas originalit Simon Shiroka. Pra, ju vetë më së shumti duart trukitet për kompozimin Maqori shkon në dasim të miut, që e komponoi Ismail Hoxha sipas tekstit anonim. Pa fjallë. Wow. Pa fjallë. Do me thënë tani që u zgjuam nga kjo ëndër, të doja të thoja që asgjë nuk është njësoj, as stili veshjes, as stili këndimit. Sidomos stilin ktheheni urgjentisht. As stili muzikës, as skenografias, asgjë. Por, ky progres është një super progres, por nuk është asgjë nëse nuk e ruajmë historinë. Gjithmonë historinë e ruajmë dhe trashëgojmë dhe do të vazhdojnë gjithmonë. Faleminderit që po pajtosh me mu. Kur dush. Falenderojmë Minire Fetahun, redaktorën shumë vjeçare të muzikës dhe po ashtu kompozitorën. Faleminderit dhe ashtu kompozitorën e mirënjohur Selvete Krasniqi Ismaili. Na ndihmuan ta përpilojmë këtë klip dhe tani kthehemi përsëri në vitin 2025.